Shpesher në suita të tilla është një problem shumë i madh që zonjat, nëse nuk janë të trajnuara, janë këto dëme. Pra po të shikoni në rast konkret është sepse o nuk ka majt hafër karelën dhe produktet jenë të holluar nga magazina, sepse nëse ti merr produktin nga dera dhe vjen këtu edhe të rrjedh se ti bën hollimin, i bie që dëmton moketet dhe shumica e rasteve në suita të tilla, moketet janë të dëmtuara ose nga pikat e aqës, si aqja është ajo që e shkatron, ti vetë ta lash në mënyrën tënde dhe mund të bësh shenja akoma më shumë se ti je zbardh, ose nuk e ke pastruar moment. Po nuk e ka pastruar moment, janë këto shenja. Kështu që keni kujdes kur keni me moket poshtë, po jo vetëm moket, se mund të shikosh edhe rast konkret mermeri, dhe mermeri është po njëjti gjë. Pra i bie që këtu është derdh produkt që nuk e lejon mermerit të përdoret. Pra me pH të ulët, që ka acid brenda dhe dëmtojnë. Keni kujdes çfarë bëni në hotel, sepse investoni, por nuk investoni në stafin tuaj që të jetë profesionist. Prandaj do të jeni në datën 9 janar në Masterclass 3 tek Tirana International Hotel 15 Kaçi, që të bëheni profesionist dhe mos dëmtoni gjëra që janë në hotele, sepse fund fare janë lek për ju. Mirë thash.